Tani jemi te kapitulli 9, nga fillimi. Kur po kalonte pa një njeri që ishte i verbër që nga lindja. Merreni me mend, një njeri i verbër që nga lindja, ashtu kishte lindur, i verbër. Dhe dishepujt e tij e pyetën duke thënë: "Mësues, kush ka mëkatuar? Ai apo prindrit e tij, që ai ka lindur i verbër?" Jezusi u përgjigj: "As ai, as prindrit e tij s'kan mëkatuar, po kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndis. Unë duhet i kryej veprat e atij që më ka dërguar sa është ditë, vjen ata kur askush s'mund të veproj. Derisa jam në botë, unë jam drita e botës." Pasi kishte thënë këto gjëra, pështyu për dhe, bëri balt me pështym dhe leu sytë e të verbrit me te. Pastaj i tha: "Shko lau në pellgun e Siolamit, që do të thotë dërguar, dhe ai shkoi atje, u la dhe u kthye duke parë. I erdhën syt, i erdhi shikimi, i erdhi drita në sy." Dishepujt e kishin nallin kush kishte mëkatuar. Jezusi e ndryshoi fokusin komplet. Tha: "Dëgjoj, s'ka rëndësi, tha. Kjo bëhet që Zoti të tregoj, Perëndia të tregoj veprën, mrekullit, i verbrit që kishte lindur i tillë, i erdhën syt." Jezusi shëron akoma. Në çfarë do lloj situate, problemi, ai shëron. Jezusi shëron. I kemi parë këto vepra të mëdha në kish, jashtë kishës, me autoritetin e emrit të Jezusit. Sëmundjet ikin, syt apen, vesht apen. Ishte një burr që erdhi para 3 javësh në kish. Edhe me ato paland të madh nuk dëgjonte. I vun duart e veshi në emrin e Jezusit që vesht hapeshin. Edhe me një zet vogël fare kaq, dëgjoi, tha: "Faleminderit Jezus. Thank you Jesus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus." Kini besim për mrekulli. Jezusi shëron. Bekime në emrin e tij të shenjtë. Pastor Fajketi këtu.